receta shtëpiake që eliminon qimet e sqetullave në 2 minuta po bën namin në rrjetet sociale. Përpara se të fillojmë me videon, do ju luteshim të klikoni subscribe. Të gjithë e dim dhimbjen dhe bezdin që shkakton depilimi, sidomos në një pjesë aq delikate sa janë sqetullat. Shumica e grave dhe vajzave preferojnë ta depilojnë këtë pjesë të trupit dhe metodat që zgjedhin janë nga më të ndryshme. Disa zgjedhin briskun, disa lazerin apo metodat të tjera, por ku ka më mirë se metodat natyrale të cilat mund t'i bëni fare thjesht në shtëpi dhe pa shpenzime? Gjithçka që ju duhet janë gjysmë filxhani turmerik, 100 ml qumësht, ujë i ngrohtë dhe një peshqir. Hidhni turmerikun dhe qumështin në një tas të vogël dhe përzjehini derisa të krijohet një pastë e trashë. Nëse është shumë e trashë, shtoni edhe pak qumësht. Aplikojeni pastën në sqetulla dhe lëreni për gjysmë ore. Pasi të kenë kaluar 30 minuta, hiqeni pastën me ujë të ngrohtë duke përdorur një peshqir. Duke e përsëritur këtë proces shpesh, folikulat e qimeve do të zgjerohen duke bërë që qimet të bien dhe në një pikë nuk do të dalin më. Si thoni ta provoni që sot? Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit!